Qoftë lavdë Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, jemi në këtë takim të radhës duke folur për Shën Jozefin. Dhe në takimin e fundit pam se si mes rrethanave të ndryshme edhe nga më të vështirat, mund të themi, Shën Jozefi vendosi që me familjen e tij të vogël e të veçantë të shpërngulet të shkonte në Nazaret. E jo në Betlem ku ishte nis, duke qenë se atje kishte vdek Herodi i Madh që dëshironte të vriste, por ishte djali i tij, Arkelau, ai që ishte pas gjakpirës, dhe vendosën të shkojnë në Nazaret, në zonën e Galilejës, ku edhe atje ishte Herod Antipa, edhe ky i biri i Herodit të Madh, por me sa duket ishte pak më i ekuilibrum. Jo dha shumë në fakt, por ishte keqja më e vogël në këtë rast. Dhe në këto rrethana pam se si Jezusi tashmë fillon të jetojë në Nazaret, në këtë zonë të madhe të Galilejës që popullohej jo vetëm nga hebrejnë, por edhe nga pagan. Dhe kështu Jezusi fillon në këtë formë praninë e tij më të qëndrueshme, mund të themi kështu, në përditshmërinë e tij mes hebrejve dhe paganëve, dhe kemi cituar të thënie të bukur të Shën Paulit në letrën e Efesianëve që thotë Krishti është paqja jonë, ai që prej dy popujve bëri një e përmbysi murin ndarës, pra prej dy popujve pagan dhe hebrejnë. Dhe është profeci e asaj që do të bëjnë Krishti në kryq me vdekjen e ngjalljen e tij, është profeci kjo prani e tij në Nazaret. Dhe këtu vjen tek një detaj shumë i bukur, shumë domethënës. Fjala Nazaret është interesante, sepse në këtë vendim të Shën Jozefit, mund të themi, me njëherë Shën Mateu sheh realizimin e një profecie. Shën Mateu duke sikur shpejton me njëherë të tregoj se ndodhi kështu për të plotësuar fjala që thanë profetët, do të quhet Nazareas. Nazareas nuk lidhet me Nazaretin, në fakt, por Nazareas. Shën Mateu e shpjegon teologjikisht këtë tingull, mund të themi kështu, në mënyrë se si tingëllon Nazareas. Nazareti në fakt ishte një qytet shumë i vogël. Aq i vogël sa që qytet fshat tamam nuk kuptohet situata, por mund të themi qytet, edhe pse në përmasa shumë të vogla në atë kohë. Dhe kaq i vogël ishte, e kaq i parancishëm, s'kishte ndodhur asnjë gjë e veçantë në Nazaret, saqë gjithë beslidhja e vjetër nuk e përmend, thonë biblistët, asnjëherë. Pra cilave fjalë të profetëve i referoi Shën Mateu. Përderisa nuk përmendet asnjëherë, Shën Mateu e dinte se nuk përmendej, por ishin disa profeci që thonin se Mesia do të quhet Nazareas. Këtu vim tek një detaj shumë interesant e thash. Fjala Nazareas vjen nga fjala hebraike Nezer, që do të thotë gem ose syth, dhe pinjoll që kemi dëgjuar shpesh. E janë të shumë profet që flasin, kur flasin për Mesin, flasin për te me këto emra. Për shembull, Zakaria thot, ja, unë po e sjell shërptorin tim, pinjollin. Dhe Isaia thot, ja, po vin ditët, është fjala e Zotit kur unë do t'ja ngris Davidit pinjollin e drejt, që do të mbretërojë si mbret i vërtet. Atë ditë pinjolli i Zotit do të jetë nder edhe lavdi. Pra, fakti se Jezusi po shkonte tani në Nazaret dhe në të ardhmen do të njihej si Jezusi nga Nazareti, ishte provanor, ishte plani provanis, mund të themi. Mënyra se si Jezusi do të thirrej, do të tingëllonte në vesh të hebrejve e ngjashme me ato pjesë biblike që Mesin e qunin pinjoll, Nazareas pra. Kuptojmë kështu në mënyrë vërtet mistershme, të pashpjegueshme, se edhe në rrethanat e ndërlikume politike, shpesh profania hyjnore i lejoka për të çuar në vend historinë ashtu si dëshiron vetë Zoti pra, jo si dëshiron njerëzimi. Sa e vërtet del në këtë rast ajo që thoshte një i peshkër francez në shekullin e 18, Jacques Bosset, hyi shkruan drejt në rreshtat e shtrembër të njerëzve. Hyi shkruan drejt në rreshtat e shtrembër të njerëzve. Edhe në këto situata shumë të mistershme e themi, sepse
nuk mund të themi Zoti ka leju gjithë këto vështirësi, ka leju që tjetë mizor Arkelau në Jude e tjerë. Por Zoti gjithsesi nuk lejon që historia të shkojnë e gjitha në drejtimin që dojnë të mbajnë të kësaj botet. Kjo gjë nuk e ligjeron të keqen në botë. Përderisa Zoti arrin t'i përdor për mirë situatat e shkaktuara nga padrejtia njerëzore, aq më tepër arrin t'i përdor për mirë situatat e paqes e dashurisë mes kombeve. Por ky detaj që vum duke na bën kuptojmë se e keqja njerëzore pra nuk janë ka aq gjithë pushtetshme sa duket. E gjithë pushtetshëm është vetëm Zoti. Pikërisht në gjithë këtë ndërthurje të mistershme të veprimtarive krejtësisht njerëzore, me gjitha kufizimet e veta dhe të gjitha planeve hyjnore, Jozefi pra gjendej krejtësisht i përfshirë. Përmes mendjes tij, Zoti po vepronte me frymëzime, me ëndra për të çuar në vend shkrimet e profetëve pra. Edhe Jezusi do të çunte pra Nazareas. Kjo arritje tek plotësimi i kësaj profecie ka kaluar në përmendjen e Jozefit, mund të themi pra, e thame, o me frymëzimet që Zoti bante në gjendjen e tij, ose me ëndrat si për ta ndihmuar të çojnë historinë aty ku vetë Zoti donte. Kështu edhe ne, në mes situatave që na duken të mërësisht njerëzore, të kufizume dhe më thanë, ku na fut friken pak se sa ndorët njerëzve duket historia, Shenjë Jozefi na mëson të arrujmë vetë dijen e brendshme se gjithsesi këto situata nuk e pengojnë Zotin të vazhdojë veprimtarinë e tij në histori edhe përmes nesh. Për shembull, të kujtojmë të raste situatat e komplikume në të cilat gjendeshin martirët. Situata që nga ana njerëzore u dukeshin krejtësisht pa shpresa, e përballë cilave u dukej për më tepër që Zoti po heqte, nuk reagote. Imagjinoni durimin e madh që kanë pas martirët. Ky durim dihet e kishte burimin e vetëm nga feja, fe e kalitun, mund të themi. Por me intuitin e shpirtit të në martirët, e kuptonin se edhe ashtu Zoti po vepronte në histori përmes tyre. Sikurse tham pra, edhe pse ndoshta Jozefi nuk e formulonte kështu, edhe ai e vuni re se Zoti vepronte, ose më saktë ne e vëmë re në plotësi tashmë me plotësimin e kësaj profecie, pra ku Jezusi do të quhej Nazareas. Zoti po vepronte pra në jetën e tij dhe durimi i tij lejon që Zoti ma kollaj ta shtyjë historinë andaj ka dënaj. Folëm për martirët ne sot për shembull që i shohim të konsumuar jo vetëm martirizimin e tyre, flinë e tyre, por edhe ndikimin që ai martirizim ka pas në histori për në të 2000 vite të krishterim, për shembull martirizimi i Shën Pjetrit, martirizimi i Shën Palit, e shumë martirë edhe martirët në Shqipëri. E çfarë ndikimit kanë në historinë, në vetdijen kolektive. Mund të jemi dëshmitar pra të kësaj mrekullie të veçantë që vetëm Zoti din ta bajnë. Thoshte, po ndalemi tepër tek martirët, por është shumë e bukur ajo që thoshte një filozof e një teolog danez, Søren Kierkegaard, tirani vdes dhe mbretëria e tij përfundon. Martiri vdes dhe mbretëria e tij fillon. Tirani vdes dhe mbretëria e tij përfundon. Martiri vdes dhe mbretëria e tij fillon. Mbretëria e tij patjetër në lumnin e Parizit, por edhe në këtë botë duket sikur mbretënojnë me dëshminë sublime që kanë dhënë. Por Zoti pati nevojë për fenë e Jozefit dhe për durimin e tij, e sikurse edhe të shumë shenjtëve martirëve të tjerë pra. Pati nevojë për këtë fe, për këtë durim të këtyre njerëz, që gjithçka, të tashmen e të ardhmen, ta linin me besim në dorë të Zotit. Jozefit ju kërku që të kishte virtytin e durimit, edhe të kalitej shumë në këtë virtyt. Imagjinoni për shumë vite Jozefi plot durim, i duhej t'ia fillonte edhe një herë për i fillimit për dashurinë e Jezusit, shumë situatave e vështirësive që përballonte, t'ia fillonte edhe një herë për shtatjen e jetës tij. Prandaj për shembull në ato litani që kemi cituar edhe pak më sipër, Shenjë Jozefi quhet edhe pasqyra e durimit. Pasqyra e durimit. Shumë e bukur, mund të shohim në Jozefin një shembull të shkëlqyeshëm të durimit njerëzor, i cili duron jo thjesht që të mos shpërthej, por e ka kalit shpirtin e durim, në këtë durim mes vështirësive, me fe, e gjen ngushëllimin në sajtë kontaktit në ndërgjegjen e tij me shpirtin e shenjtë,
e gjen ngushëllimin tek fakti që arrin të bëjnë diçka për Jezusin, e gjen ngushëllimin tek buzëqeshja e Jezusit, tek feja dhe mbështetja e shembullit i jashtëzakonshëm i Marisë, dhe quhet pra pasqyra e durimit. Ky durim i Jozefit, ndërkohë që po hidhej nga provania hyjnore, nëse mund themi pra sa ndaj kënej, zgjati vërtet shumë kur u ndal në Nazaret. Zgjati deri ditën që përfundoi këtë jetë. Një durim që zgjat gjithë jetën. E nuk është, si të thush, përpjekje për të mos shpërthyer, e përsërisim. Por e kalon të zbresin në fundin e ndërgjegjes tij. Është baj durueshëm, jo thjesht duron her pas here, por është baj durueshëm, e ka përvetësu këtë virtyt thellë në shpirt. Mendohet se Jezusi qëndroi në Nazaret për rreth 28 vjet, ndoshta 26 më saktë, mund të themi. Pra qysh se u shpërngulën në Nazaret rreth 26 vite. Por për këto vite unë gjithë nuk na thon asgjë, përveç atij episodit kur Jezusi 12 vjeçar u gjet në tempull, do t'i kthehemi më vonë këtij episodi shumë të bukur. Por le të ndalemi tek një detaj shumë domethënës në jetën e Shën Jozefit. Kur Jezusi e filloi jetën e tij publike, Jozefi nuk përmendet më në fakt. Kjo i ka bën shumë kanë të mendojnë se ai pra ka vdek kur Jezusi ishte pa i moshë të 30-të. Ungjilli na thot se Jezusi kur filloi predikimin e tij ishte rreth 30 vjeç pra. Përpara pra se të moshte këtë moshë ishte në shtëpi dhe mund kenë vdek pra Jozefi në këtë periudhë. Këtë bindje përforcon edhe fakti se gjatë jetës publike të Jezusit, Jozefi nuk përmendet më askund, por përmendet vetëm Maria. Sigur Jozefit kishte qenë gjallë, ditën kur Jezusi ishte në kryq për shembull, a mund të mungonte aty Jozefi, aq më tepër kur ishte aty Maria, e kur Jezusi në kryq ja beson nënën e vet të shëngjonit apostull, Ungjilli thot prej asaj ore Gjoni e mori në shtëpinë e vet pra. Sikur të kishte qenë gjallë Jozefi, normal që nuk kishte kuptim një gjest i tillë i Jezusit në kryq, që t'ia besonte Marin, një prej apostujve. Pra, fakti që përmendet nga ana tjetër, kur Jezusi ishte 12 vjeçar dhe thot ishte në tempull, nga Nazareti kishin shkuar në tempull, nuk ishte një distancë e vogël, ishin rreth 120 kilometra nga Nazareti në Jeruzalem. Do të thotë se gëzonte shëndet mirë në atë periudhë, pra për të bërë një udhtim të gjatë. Sa vite jetoi Jozefi me saktësi nuk kemi si ta dim, por dim parafërsisht që po e themi më vonë edhe kur t'i afrohemi momentit, një koment të shkurt në momentin e vdekjes, por dim pra se Jozefi e ka jetuar gjithë këtë kohë pra, për rreth 26 vite të pranisë të tyne në Nazaret, e ka jetuar me një përditshmëri shumë prekse, shumë të bukur. E pikërisht pra se nuk flitet asgjë të veçantë për jetën e familjes shenjte në këtë periudhë, pra na bën të kuptojmë thjeshtësinë e madhe që ka mizotnuar në këtë familje. Duke mos fol, Ungjilli na flet, duke mos u interesu më për adoleshencën, për fëminin, pra vetëm ato detaje që dim për krejt adoleshencën edhe rinin e hershme të Jezusit, pra duke mos fol, Ungjilli na flet shumë, na tregon se ishte një përditshmëri absolutisht e madhe, e ngjashme me përditshmërinë e gjitha familjeve të kësaj bote. Edhe një herë më pëlqen ta citoj atë titull që litanit i kanë dhënë Shën Jozefit edhe në këtë rast. Është një titull shumë i bukur, shumë i dashur, mund të themi. Stolia e jetës shtëpiake. Stolia e jetës shtëpiake. Jozefi ishte si stoli për jetën shtëpiake për atë familjes shenjte. Një përkufizim i tillë është shprehje e meditimit vazhdueshëm që kisha ka bën ndër shekuj mi rolin e Jozefit, nëse mund të quajmë rolin pra për të kuptuar më fort, mi rolin e Jozefit në jetën e përditshme të familjes shenjte. Fakti se qendra krejt kësaj familje ishte Jezusi, Zot dhe Maria, e cila ishte krejt e pastër nga çdo njollë mëkati, nuk duhet na shuj meditimin ton mi Shën Jozefin, të cilin e pam se veç krijimi i shenjtë përkufizonte si njeri i drejtë. E ku ka stoli më të bukur për një familje se të ketë për krye familjar një njeri të drejtë. Prandaj stolia e jetës shtëpiake, sepse është i drejtë, ku ka më bukur se të kesh një krye familjar që meriton të quhet njeri i drejtë. Jozefit i takonte përfaqësimi i familjes përballë shoqërisë.
Ai ishte fytyra familjes, po ta mendosh pra. Ai e përfaqësonte Jezusin dhe Marin përballë botës. E këta kur prezantoheshin në botë, e thonin emrin e tyre duke bashkangjitur emrin e Jozefit. Nuk kishte një me emër në atë kohë. Jezusi quhej Jezus, biri i Jozefit. Maria quhej Maria, gruaja e Jozefit. E prandaj pra e paraqitnin veten në botë duke përdorur emrin e Jozefit. E Jozefi kishte, mund të themi me siguri më të plot, të gjitha mundësitë që t'u ulte atyre reputacionin në shoqëri, ose t'u lartësonte këtë reputacion. Imagjino sikur të prezantohesh me emrin e një kriminalit. Patjetër që në shoqëri në ikon është shumë e vështirë. Imagjino sikur të prezantohesh me emrin e një njeriu të drejtë, të ndihmon të ndihesh më akomod në shoqëri. E kështu ndodhte për Jezusin e për Marin pra. Jozefi me virtytet e tij në jetën e përditshme ka zgjallë që ta lartësonte përfaqësimin e kësaj familje. Edhe ishte pra si stolia e nderi i kësaj familje. Për këtë arsye pra quhet stolia e jetës të bijake. Për shembull, lidhje me njeriu e virtytshëm është një përkufizim shumë i bukur i një mistikut, edhe i peshkëve, ishte teolog i njohur i shekullit të 7, Izaku i Ninivës, i cili thoshte kështu për njerëzit e virtytshëm. Thoshte: virtyti nuk qëndron në kryerjen e shumë veprimeve të ndryshme nga trupi, por në një zemër që është bërë e urtë fal shpresës së vet, e cila veprave që kryen i bashkëngjit një qëllim të drejtë. M'pëlqen ta citoj edhe një herë. Se si e përkufizon virtytin pra në zemrën e njeriu të virtytshëm. Virtyti nuk qëndron në kryerjen e shumë veprimeve të ndryshme nga trupi, e bën shumë gjëra, por në një zemër që është bërë e urtë fal shpresës së vet, shpresa, e cila veprave që kryen u bashkëngjit një qëllim të drejtë. Kryen vepra të mira, pra, por i bashkëngjit edhe qëllimin e drejtë. Qëllimi i drejtë i Jozefit, mund të shtojmë ne, ishte shërbimi plot dashuri ndaj Jezusit dhe Marisë. E vështirësive që kishte në lidhje me mbajtjen e kësaj familje, ai u përgjigji duke lënë gjithçka në dorën e provanisë hyjnore. Pra, provania ishte shpresa e zemrës së Jozefit dhe ndihmonte që të kishte edhe një zemër të virtytshme, një zemër të urtë të mirë. Ja, se si ndërthuren në jetën e Jozefit virtytet teologale, shpresa, dashuria, feja, që Shën Pali pastaj do t'i shpjegojnë shumë bukur në letrat e tija. Por ndërthuren edhe virtytet e tjera, virtytet e jetës së përditshme, virtytet njerëzore, virtytet kryesore, i quajnë katekizmat e ndryshme të racaktë të ndryshëm. Edhe në fakt për njerëzit me virtyte, është interesant të citojmë këtu, për shembull librin e urtisë, që duket sigur flet fiks për Jozefin. Patjetër do të kemi kujdes këtë shkrime të shenjta, gjejnë plotësinë e tyre në Jezusin, i cili ishte absolutisht njeriu më i drejtë që mund të ekzistonte. Por mund të themi se edhe përderisa vetë Jozefi përkufizohet njeri i drejtë, pra për asa mund të jenë i drejtë një njeri me gjithë brejtësitë e veta, edhe Jozefit i përshtaten këto pjesë të shkrimit shenjtë, e Jozefi vetë do të bëhej edhe ai profeci, pra e Jezusit, i cili do të ishte i drejtë në mënyrën më të përsosur e madh. Thot libri i urtisë pra për njerëzit e drejtë: nëse ndokush e don drejtësinë, virtytet janë rrjedhoja e veprimit saj. Rrjedhoja e veprimit drejtësisë, pra virtytet. Sepse ajo, drejtësia, mëson përkoren e mençurinë, drejtësinë e trimërinë shpirtërore, që në jetë për njerëz asgjë s'ka më të dobishme. Pra këto virtyte nuk ka asgjë më të dobishme se ato. Pra hapja ndaj virtyteve teologale ndodh vetëm kur njeriu zgjell që t'i hapet pikëpari virtyteve njerëzore, kryesore, që kemi në jetën e përditshme. E kemi më kollaj t'i hapemi fe, shpresë, dashurisë, kur i hapemi drejtësisë, mençurisë, trimërisë shpirtërore, përvojtërisë. Dhe pra këto virtyte njerëzore na ndihmojnë t'i hapemi Zotit, ose më saktë Zotin e ndihmojnë që na ndihmojë. S'po di si ta shpreh idenë, por Zoti nuk mund ta thënë lirin tonë, nuk mund ta kapërcejnë lirin tonë. Ne duke zgjedhur të jemi njerëz që dojmë këto virtyte të jetë përditshme, atëherë e lejojmë edhe Zotin që të na shtojë fen, na shtojë shpresën, na shtojë dashurinë. Mirë, po ndalemi pak më gjatë mas pak me këto virtyte kryesore që me siguri i kishte edhe Shën Jozefi. Sa fort na vinë në ndihmë këtu ajo që mësojnë doracak të ndryshëm të katekizmave që besoj i keni nëpër shtëpitë tuaja.
provoni, merrni për shembull shujtën shpirtërore, nëse e keni, nëse janë lulet e shpirtit që edhe Radio Maria i disponon, por merrni shfletoni aty ku shkon tek pjesa virtyteve dhe rreshtohen edhe më gjatë virtytet e tjera që i nevojiten njeriu për të pasur një ekzistencë mas vullnesës së Zotit. Edhe aty flitet për këto virtyte kryesore: përvojtëria, dorëdhënia, pastërtia, durimi, përkormëria, zemërgjerësia, zëdhi. Edhe është shumë e bukur se secilin prej këtyre virtyte mund ta mendojmë krejtësisht se Shën Jozefi përvetësoi. Nuk kemi këtu hapësirën të komentojmë gjatë, por është interesant vetëm të shohim se si këto doracakte katekizme që të përmena sjellin jo vetëm virtytet, por edhe veset që u kundërshtojnë këtyre virtyte. Edhe atëherë në shpjegimi është i kotë, mjafton të shohim sepse e kuptojmë më një herë. Ja çfarë thon. Përvojtërinë e kundërshton mendjemallësia, dorëdhënien e kundërshton kopratësia, pastërtinë e kundërshton fllëkshtia, durimin e kundërshton hidhërimi, përkormërinë e kundërshton grykësia, zemërgjerësinë e kundërshton smira, zëdhin e kundërshton përtatësia. Kështu e kemi më të lehtë ta shohim se me cilat virtyte u stolis Jozefi dhe cilat vese ai luftojnë vetvete për të kundërshtuar tundimet e ndryshme që kishte në jetë. Edhe në këtë rast mund të themi se Shën Jozefi ishte vërtet tmerri i djajve, sikurse e quajnë litanitë që cituame, sepse djalli nuk dinte nga të hynte edhe këtu në jetën e tij. Përmes frikës nuk e arriti kur deshi të vriste Jezusin foshnjë përmes Herodit dhe ushtarëve të tij, pra. Edhe aty thamë se Jozefi quhet tmerri i djajve sepse e shpëtoi nga kthetet e djallit Jezusin foshtje. Por ishte tmerri i djajve edhe në këtë formë. Shumë të përvojë, Jozefi nuk e kishte këtë mendim, patjetër, edhe mund ta kenë pas, por përqendroi tek kryerja e vullnesës së Zotit, por kultivonte virtytin në jetën e vet, edhe djajt nuk dinin nga ta kapnin këtë njeri. E prandaj mund ta thrasim edhe në nim. Edhe ne në ushtrimin e virtyteve që të na ndihmojnë të ushtrojmë virtytin në jetën tonë të përditshme. Kur e shohim se na mungojnë, ta kërkojmë ndërmjetësinë prej qiellit të këtij shëndit të madh, i cili me siguri nuk do të rrinë pa bazë gjë. Dhe do të ndihmojnë. E djajtë me siguri do të marrin një shkop koks të mirë përmes ndërmjetësimit të tij, e do të largohen, do të na lënë më qetë. E kujtojmë edhe një herë se Shën Jozefi pra nuk lindi pa mëkatin origjinal. Pra nuk e kishte si Maria familjaritetin e plot me hirin e Zotit. Prandaj edhe atij i është dashur si secilit njeri të luftojë me lakmin për mëkat. Na e dim se pagëzimi për shembull na e fal mëkatin e rrjedhshëm, por nuk na hec lakmin për mëkat. Sikurse nuk ja hoqi as Shën Jozefit. Prandaj duhet të stolisemi edhe ne me virtyte si ai, nëse duam shëntrimin e jetës tonë. Të sqarojmë mirë, Maria është e vërtetë se u kursy nga mëkati origjinal, por nuk u kursy nga të gjitha pasojat e mëkatit origjinal. Jo tek Maria, jo. E kishte patjetër lirinë që të mëkatnonte, por nuk kishte këtë bërësinë që tham, pra mund ta kemi ne për shkak të lakmisë për mëkat. Megjithatë Maria i kishte gjitha mundësitë të mëkatnonte, përndryshe nuk ishte e lirë, por zgjidhte me një lehtësi, mund të themi, natyrshmëri më të madhe të bante vullnesën e Zotit. Por kujdes, mi Marin do të binin edhe mite, sikurse mi Krishtin pasojat e mëkatit të tjerëve, edhe dhunshëm bile do të binin. E këto i është dashur një forcë jashtëzakonisht e madhe nga shpirti i shenjtë Maris. Por sikur të flasim tash edhe për virtytet e tjera të Maris, e dim, sikurse thoshte Shën Alberti i Madh që kemi citu, për Marin nuk do të thuhet kurrë mjaft. Megjithatë jemi duke folur për Shën Jozefin dhe po shohim se kemi shumë për të folë, e do të thuhen edhe shumë tjera, ndoshta kur nuk do të soset se foloj edhe për bashortin e saj të dashtën e të përvojt, për Shën Jozefin, i cili zgjodhi pra me virtytet që praktikonte të ishte në këtë formë stolia e jetës shtëpiake, duke ndëruar familjes së shenjtë në kontaktet që kjo kishte me botën. Edhe ne me virtytet tona mund ta ndërojmë familjen tonë të madhe që është kisha, mund ta ndërojmë në sytë e botës. Le të zgjedhim ta ndërojmë, është më bukur. Është më bukur edhe Zotit, sikurse Jezusit i bante ndër Jozefi duke zgjedhur ta ndëronte atë familje me ushtrimin e virtyteve të tij, pra Jozefin jetën e vet. Ashtu edhe ne e lumturojmë Jezusin, kisha është trupi i tij, trupi mistik i tij. E ndërojmë Jezusin kur përpiqemi të ndërojmë kishën në sytë e botës. Mëkati jon praktikisht, jo vetëm fyn Zotin, por edhe mëkatet më të fshehta në një farë mënyre e lodhin krejt kishën. Prandaj është rrëfimi, duhet rrëfimi, jo vetëm një kontakt personal me Zotin, por edhe me kishën,
ose me dikën si profesion kishen, sepse e kemi lënduar kishen. Pra ta nderojmë edhe ne me virtytet tona, familjen tonë të madhe që është kisha e Krishtit. Jeta e përditshme e Shën Jozefit përbahe jo vetëm në përfaqësimin e familjes së tij me botën e jashtme, por edhe kishte një sferë shumë të denën në jetën e tij të përditshme. Këtu bile, virtytet teologale edhe njerëzore i duhet t'i vinte në punë edhe ma fort në familje, aty ditë natë, nevojite që këto virtyte që tham stoliste familjen e tij në kontaktin me botën, i duhet t'i vinte në punë edhe ma shumë në jetën e përditshme. Për shembull, Jozefit i takonte të merrte vendimet e detyrave të përditshme. Sigur se çdo ati për shembull, që caktonte punë, mund të bëjmë këtë sot, mund të bëjmë këtë tjetrën. Jozefit i takonte si çdo atë të fillonte lutjen në familje. Ai e fillonte lutjen. E atij i duhej që përveç punëve që kishte të gjente kohë, me siguri, nuk po fantazojmë në këtë rast. Nuk i kemi në Shkrimin e Shenjtë, por thash pikërisht se nuk flitet asgjë në Shkrimin e Shenjtë, na ndihmon të ndalemi shumë tek jeta e përditshme, që flet vetë jeta e përditshme, sepse gjithë jemi në kontakt me këtë dimension të jetës njerëzore pra, me përditshmërinë. E Jozefit i duhej gjente kohë edhe të rrinte me anëtarët e familjes vet. Ti dëgjonte ata, ti shikonte. Imagjino një familje që gjë më minimale hanë bukë së bashkut. Aty shohin a janë mirë të paktën gjithë familjarët, ose bisedojnë patjetër edhe shpirtërisht, por a janë mirë fizikisht. Pra, edhe aty fillon të ndërthuret jeta e përditshme e familjes, pastaj bisedat që mund të bëjnë gjithçka. Pra, Jozefit i duhej të lejonte të hynte në këtë lidhje fijesh, dashurie, mund të themi, që krijohen në familje. E çdo familje është një shkollë e madhe jetet edhe fejet. Jo vetëm për familjar, por sidomos për kryefamiljarin. Është një shkollë e madhe, fejet edhe jetet. Shën Jozefit i ra që të kishte një shkollë të niveleve më të larta në këtë pikë, sepse përbahej familja tij nga biri i Zotit dhe nga Maria zonë pa mëkat. E si pasojë ishte ai vetë i pari që i duhet të mësonte shumë prej këtyre. Prandaj Papa Pali VI, tashmë shenjt, vendosi që në vitin 1964, për shembull, shkonte në shtektim në tokën e shenjtë dhe ishte hera e parë që në histori që një pap po shkelte tokën e shenjtë qysh se Shën Pietri ishte nis për atë drejtim të Romës. Dhe kur shkoi në Nazaret, mbajti një fjalim shumë të bukur, shumë të ndihmë, shumë të përjetuar, mund të themi, dhe e quajti atë vend, atë shtëpi ku mendoj pra si aty kishte banu familja e shenjtë, e quajti Shkolla e Ungjillit. Dhe shtoi: këtu gjithçka ka një zë, gjithçka ka një domethënie. Këtu në këtë shkollë mësojmë pse është e nevojshme të kemi një disiplinë shpirtërore, nëse duam të ndjekim mësimet e ungjillore dhe të jemi dishepujt e Jezusit. Me sa dëshirë të madhe do të ktheheshim edhe një herë fëmijë dhe të lejojmë të mësohemi nga kjo shkollë e përvujt dhe madhështore e Nazaretit. Shkolla e Ungjillit pra. Jozefi rrinte me shumë dashuri në këtë shkollë dhe çdo ditë mësonte vazhdimisht. Por edhe Jezusi dhe Maria kishin nevojë për të. Jo vetëm për nevojat ekonomike që sillte puna e Jozefit, por edhe për vetë personin e tij. Nuk duhet ta minimizojmë rolin e Jozefit duke dashur të flasim me superlativa për Jezusin e për Marin. Ngadalë, nuk është e drejtë. Vetë Jezusi ka zgjatur të jetë i vogël, të jetë njeri dhe kishte nevojë për ngërtësinë atërore të Jozefit. Ka zgjallë që të jetë ashtu. Përndryshe nuk do të kishte qenë krejtësisht njeri. Maria edhe ajo ishte vetë nxënëse në atë shkollë patjetër. Aq më tepër, edhe Jezusi kishte dashur, pra edhe pse mbante në dorë gjithçka. Ai thot letra Kolosianëve, nëpërmjet cilit u kriju çdo gjë në qiell, çka shihet e çka nuk shihet, vetë zgjolli të marrin natyrën e shërptorit, e përuli vetveten. Pra si njeri kishte nevojë për ngërtësinë e Jozefit, e praninë e atit, edhe Maria kishte nevojë për sigurinë e Jozefit për personin e tij. Por pse po i them këto gjëra? Sepse duhet dalim tek një pikë, po hym në një fushë tjetër, shumë serioze, shumë të bukur, patjetër, por shumë serioze që mjerisht disa, jo të shumë kush, nuk e marrin në konsiderat. Për shembull, sa shembull i ëmbël bëhet në këtë pikë Shën Jozefi për shumë etër të tjerë që janë të thirrur të kushtojnë kohë jo vetëm përfaqësimit familjes së tyre përballë botës, por duhet të kushtojnë kohë edhe kontaktit real me anëtarët e familjes vet në jetën e përditshme. Sa bukur është kur babai, edhe pse ka 1000 punë, din të jetë në familje, është në familje. Këtu theksoj fjalën është në familje, sepse ka rëndësinë vet, ka një peshë të bukur, duhet të jetë aty.
Sa bekimi madh është për familjen një atë që është i pranishëm. Sa ngrohtësi ngjall në të dhe sa siguri të madhe u jep anëtarëve të saj. Edhe këtu është domethënë fakti se në litanitë e veta kisha i drejtohet Shën Jozefit me titullin Shtylla e familjeve. Ai e mbante familjen e tij jo vetëm ekonomikisht, por edhe emocionalisht dhe bëhej kështu shembull për gjitha familjet e botës që të bëjnë ashtu, për të trashëguar në breza gjithashtu familje të shëndoshta. Pra, edhe ata duhet të jenë shtylla e familjeve të tyre. Shën Jozefi bëhet nxitje e amël që çdo atë në këtë botë të ditë të shqetësohet jo vetëm për bukën e përditshme që nuk është pak, e për reputacionin e familjes, por edhe të mos harroj gjithë këtë punë, e gjithë këtë vështirësi ta bëjnë për njerëz konkret. Të mos harrojnë se po e bën për njerëz konkret që kanë nevojë edhe për praninë e tij fizike e psikologjike, po dalim atë kjo temë. Ma është e vërtetë se prania fizike jo gjithmonë është në dorën tonë, kuptimin e fjalës, por është më keq kur janë fizikisht e janë shpirtërisht ose psikologjikisht. Vjen mend këtu një histori shumë simpatike që kam dëgjuar para disa vitesh, se si një herë një vajzë e vogël për shembull e pyet djatin: "Babi, sa para fiton për një orë tek puna jote?" E jati u përgjigj 5.000 lekë për një orë. Është histori kështu tash. Nuk mund të him detaje të rrogave, por qëllimi i historisë. I tha 5.000 lekë fitoj për një orë. Vajza atëherë i tha: "Po mi fal 1.000 lekë." Ja, ti kuptoj se gjoja aty pas ka dash me dal vajza dhe buzëqeshi e jalla. Të nesër më në mramje vajza, e kur po çonte te shtrati për ta vënë gjom, i tha: "Babi, po mi fal edhe 1.000 lekë tjera." E prapë jati buzëqeshi e jalla. Por vajza kur e uli te shtrati ngriti pak stekun dhe nxori edhe 4.000 lekë tjera që i kishte mlell. E jati u bën serioz e tha: "Më pas ke mashtru." E pas e pas me hile që më ke pyet sa fitoj. E pas e pas gjitha ato lekë. "Jo, babi, prit," ju përgjigj vajza. "Këto janë lekë që kam grumbullu deri më sot. E me 1.000 lekëshin që më fale sonte, bëhen 5.000. Merri, edhe nesër a mund vish një orë ma herët që të rrim bashkë se kam qef shumë me lujt bashkë me ty." E jati e kuptoj se që duhet kuptonte. Pra, vajza kishte nevojë jo vetëm për lekë që e fitonte, por edhe për praninë e tij. Merri, hajde një orë ma herët që të lozim së bashku. Këto nuk janë pralla, sepse psikologjia e ditëve të sotme pohon tashmë e sigurt se prania e babait është vendimtare në jetën efektive të familjes. E kishte kap këtë gjë me intuitin e tij me kohë edhe vetë babai i psikologjisë moderne Sigmund Freudi që thoshte: "Nuk arri të mendoj për ndonjë nevojë të fëmijërisë as të fortë sa nevoja e mbrojtjes së një babait." Nevojë e madhe e fëmijës, pra, një ndër nevojat më të mëdha që ai evidencon është nevoja e mbrojtjes nga babai. Pra, sigurisë që ai sjell. Shpesh, shumë prej boshllëqeve afektive të fëmijëve e kanë zanafillin e tyre në mungesën e pranisë së babait në jetën e tyre, dhe të ndjejnë se sigurisë që kjo prani vetveti krijon në fëmijën. Është interesante se psikologjia këtu nuk e ka fjalën fort, patjetër edhe, por jo fort për mungesën fizike të babait që nganjëherë imponohet nga vdekja ose nga ndonjë rrethon mallore. Por për atë lloj mungese që vetëm sa e ceka pak më parë, për atë lloj mungese shpirtërore, ku babai jeton në familje por nuk është krejt aty, me mendje, me gjallërinë e vet. E këtu shpesh e kanë rënien shumë shtremërime emocionale të fëmijëve. Shtremërime të cilat me shumë mundësi do të kenë pasoje të cilat është vështirë të ndrejtin jeta. Pra kur babai është e nuk është. Dhe aq më tepër kur fillon të interesohet për vese të ndryshme që e majnë aty në familje, ndoshta sa për numër, por e zhdukin nga familja, psikologjikisht e shpirtërisht. Një qëtim tjetër, nëse etrit nuk janë vërtet të tillë, do të rrisin një brezni fëmijaqesh, do me thanë njerëz të paftë të flasin, ta thonat që mendojnë për botën dhe botën ta ndryshojnë, e thoshte një gazetare shkrimtare italiane e ditëve tona Costanza Mariano. Në lidhjen me peshen që kanë të fëmija bisedat me babain, është një tjetër shkrimtar pedagog gjerman, Jean Paul, i shekullit të 19, që shkruante: "Ajo që një baba ja thot fëmijëve të vet, vërtet që nuk dëgjohet nga bota për momentin, pra, por me siguri do të dëgjohet nga brezat që do të vinë." E theksoj se më pëlqen shumë. Ajo që një baba ja thot fëmijëve të vet, vërtet që nuk dëgjohet nga bota,
por me siguri do të dëgjohet nga brezat që do të vinë, pra pasojat e asaj bisedet do të shihen herët e vonë. Për mirë e për keq, patjetër. Kur një baba pra zgjall vazhdimisht të jetë i tillë deri në fund, zemra e tij arrin të dhurojë dashuri heroike të paimagjinueshme bile. Zakonisht letërsia, arti janë dalë shumë tek zemra e nanave, edhe kanë të drejtë që janë tërheq, sepse tërheq më shumë vëmendje, por jeta e përditshme na mëson se nuk ka dallime mes nanës dhe babës, si në rastet kur bëhet fjalë për heroizmin që arrin në shprehjen e dashurisë për fëmin, ashtu edhe për likësinë që arrin të shprehin pra si baba, si nana, i dim rastet shumë mirë, si për mirë, si për keq. E duke dash pra nga ana tjetër që të lartësojmë dashurinë e nanave, nuk kemi asnjë arsye në botë që të ulim dashurinë e madhe të etërve. Edhe babai pra kur zgjat jetë i tillë deri në fund, është krejtësisht në gjendje të dhurojë të ketë një zemër po as madhe sa nanat. E shprehte shumë bukur këtë vërtet një poet australian, Pam Brown, thoshte, baballarët janë njerëz si të gjithë të tjerë, të shndruar nga dashuria në heroin, aventurier, tregimtar, këngëtar. Pra, dashuria i bën që të bëjnë gjithçka për fëmijët e tyre, pra, edhe gjanat që duket sikur zoti kishin pa kurrë ose ndoshta bëhen edhe qesharak, por dashuria është ajo që i transformon. Sa bukur është të mendosh në këtë rast se Shën Jozefi, që një njeri si gjithë tjerë, por ishte dashuria për Jezusin, dashuria e madhe për Jezusin, që është ndroi jo vetëm në aventurier, mund të themi kështu, por është ndroi në shenjtë, edhe një shenjtë kaq të madh e kaq të përvojë. Pastaj njerëz me peshë në shoqërinë njerëzore i kanë rezervuar figurës së babait edhe fjalë vërtet të forta. Thoshte një poet anglez, William Wordsworth, i shekullit të 19. As vet hyjt nuk mund të japim një emër më të shenjtë, thoshte. As vet hyjt nuk mund të japim një emër më të shenjtë. Kjo tregon edhe se sa pozitivitet kishte në zemrën e tij ky njeri për figurën e Tjatit, pra. Imagjino sikur të kishte lanë një gjurmë të keqe, nuk do të kishte shkruar këtë rreshta. Dikush tjetër thoshte, një baba është më i mirë se 100 mësues. Është një pastor anglikan në këtë rast, George Herbert, i cili nga kisha anglikane mahet si shenjtë. Një baba pra është më i mirë se 100 mësues. Një novelist francez, Antoine Francois Prévost, thoshte një zemër babait është kryevepra e natyrës. Një zemër babait është kryevepra e natyrës. E gjeniu i muzikës austriak Mozarti thoshte edhe këtë fjalë që për muzikën ka shkruar shumë tekste të mrekullueshme, partitura të mrekullueshme, por pas ka shkruar edhe për babain. Thoshte menjëherë pas hyjit vjen babai. Mund ta imagjinojmë tash, mund t'i përmbledhim gjitha këto fjalë të këtyre njerëzve me peshë në botë për figurën e Jozefit. Ati hyi për kujdesive tij i besoi birin e vet. I dhuroi emrin më të bukur që mund të ekzistonte, pra emrin e At, Jozefit, dhe i kërkoi që të ishte për Jezusin sa për 100 mësues, mund të themi, të ishte kryevepër e natyrës, edhe menjëherë pas hyjit, të ishte vetë Jozefi për Jezusin. E këtu, të gjithëve me drejt mund t'ju kenë shku mendja se si data 19 mars, që është e kremtja Shën Jozefit, prandaj është bërë traditë të shihet edhe si festa e babait. Pra në këtë formë e kuptojmë se në shkuptim e Jozefi është modeli më i plot pas hyjit të Atë, sepse hyji i Atë është modeli i përsosur, por pas hyjit të Atë shohim pse Jozefi bëhet modeli më i plot për çdo Atë në këtë botë. Gjitha këto që tham për Jozefin si Atë, pra na bajnë të mendojmë me drejt pra për nevojën e Jezusit që ta kishte, e theksojmë për të 1000 herë, ta kishte në tokë një Atë të tillë, që si njeri Jezusi ta shihte mirësinë e Atit, e Atit të vetë qellor. Ati i amshuar, pse mund t'ja ketë kërku Jozefit gjithë këtë prani pra, tek biri vet, që ta përfaqësonte deri në këtë nivele. A kishte nevojë biri i hyjt pra për dikant që ta këshillonte, e të rinte afër psikologjikisht që të mos rritej me shtremërime emocionale. Të më falin, ndoshta teolog din t'i përgjigjen ato teolog të niveleve të larta, patjetër din t'i përgjigjen më me saktësi, por besoj se Jezusi kishte nevojë si njeri. Si hyj jo, por si njeri e kishte zgjallë të ishte krejtësisht njeri. E përsërisim, jo se kishte heq natyrën hyjnore nga vetvetja, absolutisht,
në personin e tij në fjalën e amshuar ishin babaç të dyja natyrat, hyjnore dhe njerëzore, por hyjnore për momentin duke sikur po respektonte natyrën njerëzore në gjitha nivelet e saj. E pikërisht duke marrë parasysh këtë dinamik pra të rritjes që i duhej Jezusit, e prandaj i duhej edhe një atë, edhe një nanë si Maria përbrinj. Me shumë të drejtë, shumë teolog kanë folë gjithnjë edhe për rëndësinë që duhet ketë pas Maria me Jozefin, pa tjetër me bashkësinë e Izraelit pastaj, se nuk ishin vetëm të dy në këtë botë, por ishte edhe një komunitet. I gjithë populli i zgjedhur, edhe s'po zgjatemi në këtë pikë, por e gjithë historia që vinte para Jezusit, mund të themi se kishte këtë pikë kulminante të vetën në Jezusin, pra ishte populli i Izraelit që po përgatitej pak nga pak për të mikprit, edhe pse nuk e dinte vetë Zotin që do të bëhej njeri, e për ta ndihmu edhe atë të rritej, ose më saktë edhe për ta ndihmu edhe vetë popullin e Izraelit për ta kuptuar praninë e përvojë të Jezusit në mesin e tyre. Por thash, edhe komuniteti i Izraelit, edhe bashkia e Izraelit kanë ndikuar me lutjet e me takimet e me bisedat edhe me virtytet e veta tek pjekuria e natyrës njerëzore të Jezusit. Por e tham, nuk duhet na shkanulloj pohimi se Jezusi si njeri kishte nevojë për mbështetje. Për mbështetje që të piqej natyrën e tij njerëzore makollaj. Veç Luka, në fakt, na sjell pa frikë në nxitjen e tij këtë vërtet. Thot te kapitulli 2, fëmia rritej për Jezusin pra, fëmia rritej, forcohej e merrte fuqi për plot me urti dhe hiri hyt ishte në të. E ma poshtë, e sqaron sikur dën ta sqarojë edhe më mirë, dën mul në kam, thot Jezusi përparonte në dije, në moshë, në hir, para hyjit e para njerëzve. Pra fjala përparonte, domethënë, duket sikur shtohej diçka. Por shtohej tek natyra e tij njerëzore, patjetër. Për shembull, nëse Jezusi qysh 2 muaj do të kishte filluar me fol e me ec, kjo nuk do të ishte normale për një njeri, absolutisht. Edhe ato që i përshkruajnë kështu Jezusin gabojnë, e fyjnë Jezusin, i cili ka dashur të jetë deri në fund njeri. Ma vonë për shembull Jezusi do të kishte filluar të lexonte, të shkruante pa mësuar dikush, nuk është normale për një njeri. Ose ti dinte zakonet e vendit pa mësuar dikush, nuk ka mundësi. Përderisa s'ka mundësi nga ana njerëzore, nuk kishte pse të bante përjashtim te rasti i Jezusit. Kjo nuk duhet na shkanullojë, nuk duhet ta bëjmë Jezusin si një perëndi pagane, i cili ban gjoja sikur ban lojra shpejtësijet me botën. Ai ka dashur të jetë krejtësisht miki yni, vllai yni, një prej nesh. Patjetër vetëm ma vonë pastaj në moshë të rritur Jezusi pas pagëzimit në lumin Jordan nga Gjon Pagëzuesi, ma vonë ku zbret Shpiriti i Shenjtë, fuqizohet, mund të themi edhe natyra e tij njerëzore dhe vetdia e Jezusit është absolutisht shumë më e lartë, geniale mund të themi, për bashkimin e dy natyrave hyjnore njerëzore në personin e tij. Por do të merrte në kulmin e vet në ringjallje. Por thamë, në këtë fazë kur prania e Jozefit kërkohej absolutisht e plot për brinj Jezusit, pra fëmijë adoleshent e në rinë e hershme, Jezusi i respektonte të gjitha fazat e natyrës njerëzore. Thoshte Shën Toma i Akuinit, një frazë që i bën piks, hiri hyjt nuk e zhduk natyrën, por e përsos. Hiri hyjt nuk e zhduk natyrën. Zoti nuk mund të veprojnë tek një breshk, për shembull, njësoj sikur se vepron tek një leopard, sepse janë natyra të ndryshme. Hiri i Zotit nuk mund të veprojnë njësoj si tek një mashkull, si tek një femër. Ka disa gjëra të përbashkëta, por nuk mundet. Nuk mund veprojë si tek një njeri që ka tmeta të theksuara mendore ose fizike, si te dikush që nuk i ka. Kjo s'do të thonë se nuk mund ta shenjtrojë, Zoti shenjtron gjithë, por nuk mund veprojë njësoj. Nuk mundet. Hiri i hyjt nuk e zhduk natyrën, veç e përsos thot. E përsos brenda limiteve që ka, por e përsos thot. Shën Toma, shumë e bukur kjo shprehje e tij. Edhe Shën Toma vetë thotë hiri i hyjt supozon natyrën. Zoti nuk mund bajnë që të profetizojnë një mizë, profetizojnë një njeri, e supozon natyrën, pra tjetë natyra njerëzore, tjetë edhe e plot. Prandaj Jezusi e mori krejtësisht natyrën tonë njerëzore dhe respekton gjitha fazat e saj. Kjo nga njëra na bën ta shohim dashurinë e birit hyj, dashurinë e pamas që dëshiroi të ishte afër nesh. E mori krejtësisht natyrën tonë njerëzore me përjashtim të mëkatit, absolutisht, sepse mëkati nuk i përkiste natyrës njerëzore kur u kriju nga Zoti. Pranoi të përvujtrohej aq sa dukej për pak kohë, për shumë kohë mund të themi, por sa ishte në këtë botë, gati vetëm thjesht njeri, si thotë Shën Pali, pra dukej vetëm njeri për nga pamja e jashtme. Por në këtë rast na bën të shohim edhe nevojën e jashtëzakonshme që
ka familja, kur kishte familje shenjte, pra imagjino çdo familje e botës, nevojën e jashtëzakonshme që ka familja për praninë e nanës e praninë e babës, kur Jezusi pati nevojë për ta. E ma shumë se Maria e Jozefi në këtë botë, për Jezusin nuk e ka ndihmuar askush, këtë natyrë njerëzore që të rritej, të piqej, të përsosi. Pikërisht kjo zgjedhje e provanisë hyjnore nga ana tjetër na bën të kuptojmë se çfarë misionit madhështor edhe delikat është lënë në duart e prindit për sa i përket formimit të fëmijës. Po e përmendim edhe këtu diçka që kena thënë edhe më sipër në lidhje me rëndësinë që ka për fëmijën prania e prindit, dhe se hyj vet ka zgjellë që përmes prindit të arrijë më lehtë te fëmia, e kemi thënë takime të tjera. Vërtet se Zoti mund bëjë gjithçka. Pavarësisht mungesë fizike apo shpirtërore të prindit, Zoti është në gjendje të arrijë fëmijën, e kemi thënë, përmes rrugëve të ndryshme që veç ai din. Edhe bile kur prindi dëshiron t'i bëhet pengesë që Zoti të veprojnë, por sa shumë lodhje i sjell fëmijës, kur prindi bëhet kanal i papërshtatshëm i përcjelljes të hirit hyjit. Ma mirë do të kishte qenë rruga e shkurtë për Zotin, pra, përmes prindit të arrin tek fëmia. Sikur të ishte ndjek kjo rrugë e zakonshme, pra përmes prindit, fëmijës do t'i kishte ardhur shumë më lehtë të dashurojë me virtytet, të largohej nga veset, të krijonte në shpirt shijen e përshpirtërisë të urrasë, shumë e rëndësishme. Nuk mjafton ti thosh fëmijës shkon në kishë, por duhet shkojnë bashk. Nuk mjafton ti thotë duhet lutesh, por duhet luten së bashkut. Ose nuk mjafton ti thosh ti do të jesh i virtytshëm pavarësisht se nuk jam unë. Duhet të jenë së bashkut, e ka më kallaj fëmia. E dim gjithë, nuk kemi nevojë të bëjmë moral në këtë rast. E do t'i shtonte më shumë forcë fëmijës për ta drojt pak mëkatin, për ta pas frikë mëkatin, nëse edhe prindja e ka këtë droje të shenjtë në shpirtin e vet. Jozefi me intuitën e shpirtit vet e kishte të qartë këtë mision dhe i qëndroi besnik absolutisht një mision i tillë. Tani na duhet të shohim edhe një çështje tjetër. Mjaft domethënë se në jetën e këtij shenjtë të dashur, që edhe pse nuk ka thënë as i fjalë tijen, po na bën të flasim shumë për ta. Në mendsinë e zakonshme, Jozefi imagjinohet si një njeri i varfën. Kjo bindje mas e ka një themel biblik. Patjetër, sepse për shembull kur Maria e Jozefi shkuan në tempull për ta kushtuar Jezusin foshnje, Ungjilli na thot se kushtuan një parë turtuj e 2 zoq pllumash. E zakonisht kjo ishte flija e të varfërve. Sepse pasanik të kushtonin cenz ose ndonjë mzat. Por nuk duhet ta teprojmë me këtë përshkrim të varfërisë së Jezusit dhe të Marisë, sepse disa studius thonë me të drejtë se gjendja ekonomike e Jozefit, sidomos gjatë periudhës së gjatë, rreth 26 vite, pra minimumi, në Nazaret, nuk ishte edhe aq e mirë. Pra nuk ishte edhe aq i varfër në krahasim me tjerët. Nga Ungjilli na thuhet se Jozefi punonte si zdruktar për siguruar jetesën e përditshme të familjes. Kur Jezusi e filloi veprimtarinë e tij publike në Nazaret, venasit u çuditën për aftësitë e Jezusit edhe thanë, po nuk ka ky biri i zdruktarit? Edhe Shën Marku na thot se vetë Jezusi kishte filluar të merrte atë zanat, sepse çuditën vendasit, po nuk ka ky zdruktar, pra edhe ky zdruktar si jati. Studiusit thonë se fjala e greqisë së vjetër, që është në Ungjil, pra, që thot tekton, zakonisht është përkthyes zdruktar, në të vërtetë asë kohë përdorej për të folë për artizant e për ata që punonin drurin, por përdorej edhe për ata që shkëlqenin këtë zanat dhe u mësonin tjerëve. Kemi shumë arsye të mendojmë pra se Jozefi kishte një si punë punishte të drunit, një punishte modeste, patjetër. Nazareti ishte një qytet shumë i vogël, e tham sa i parancishëm ishte për beslinë e vjetër, në kuptimin që përmendaj askund. Shtoj faktin se në ato zona nuk kishte shumë pemë dhe shumica e shtëpive ndërtoheshin me gur, jo me dru. Pra Jozefi kishte një punishte të vogël, nuk ishte pasanik, por nuk ishte në skajet e mijetes. Nuk ishte krejt i shkunun, po e them popullorçe. Po ta mendosh, Jezusi gjithnjë ka folë për nevojën e varfërisë, por jo për nevojën e mjerimit. Nuk do të harru se nëse varfëria materiale e shoqëruar me varfërinë e shpirtit, pra kjo lloj varfërie na ndihmon për të jetuar të lirë nga gjanat e botës. Nga ana tjetër, mjerimi i tepruar është shumë i rrezikshëm, sepse na ekspozon
ndaj mundësive për të bërë mëkate ose për të dëshpëruar një jetë. Prandaj Jezusi gjithmonë ka fol kundër mjerimit. Ç'kuptim do të kishin ato fjalë të Jezusit që nxit të japim lëmosh, të jemi të drejtë para njerëzve, të ndihmojmë të tjerë, të ndihmojmë të varfrit. Duke dashur të theksojmë përvojtrinë e birit të Zotit që zgjat jetë ndërmat thjeshtit e kësaj bote, e jo pasanik, nuk kemi arsye ta teprojmë me përshkrime ku Jozefin e Marini paraqesin si dy njerëz që ditë ditë rrezikojnë të vdesin urijet. Patjetër që nuk kemi arsye as të mendojmë pasanik, sepse nuk kemi asnjë dhënë biblike për këtë. Por mundësia që ata kishin një jetesë të qëndrueshme nuk duhet përjashtohet. Të ndalemi këtu për këtë takim dhe në takimin e radhës do të shohim disa gjëra shumë të bukura që na mëson Shën Jozefi e Maria me këtë punë të tyre të përditshme në jetën e familjes së shenjtë, e gjitha për dashuritë e Jezusit e që do të ndihmonte në këtë formë misterishme në shëlbimin e botës. E tani të marrim mendëmësinë e Shën Jozefit edhe bekimin prej Zotit. Ju bekoft, hyj gjithë përshtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirtit Shenjtë. Amen.